E kuptoj. Janë që këta një se regjia më duket gjeti ca foto të Rovena Domit, të shikojmë i gjik, po ja ku jemi, të shikojmë edhe... Janë udhëtimet e fundit, Mijat. Cilat janë? Stambolli, Milano, këtu jemi në Seychelles, në Afrikë. Po ti kishim këtu se ishin që... Këtu jemi në studio televizive në Kosovë. I kemi qik largat e ti kishim këtu në qendër fare do ishte më mirë. Në emisionet e Kosovës. Ke qenë eftuar gjithandej, e? Eftuar. Je e tërbuar me fotografinë, sa foto bën në muaj? Shumë. Afërsisht kështu. Sa shkrepje, se një 300 ke shkrepur që të shkallët e a 200 deri këtu. Por... Tër muajin... 2-3 zgjidhen, në fund fare final... Po japonezët janë që rrinë me aparat në dorë, që shikojnë më shumë nga turistët e no. Si vend? Kinezët a japonezët? Jeta, kush bën foto më shumë? Kinezët a japonezët? Aziatikën përgjithësi, ne shqiptarë si jemi shumë, ja. Po tash se u të troj kështu në politically correctness, të jem politikisht korrekte. Kush do bën foto? S'ka të bëj me nacionalitetin. Unë sa herë kam pa, do më thënë aziatikët janë të paparë këshurin me... Ashtu është stereotipi, po, që janë fakt kinezët ata që mësë shumë t'i kanë edhe kamerat e vendosura para. Trieste, Venecia ishin full, nuk e kësem në eksperiencë që kam pa në gjithë vitin në Italië. Megjithatë, tifozët dhe turistët më interesantë të këtij kampionati botror ka qenë ata të Koresë së Jugut, që kanë shkuar në Meksik. Edhe që kanë bërë viral në rrjetet sociale gjithandej, sepse kanë krijuar një lloj trendi nëpërmjet videove të xhiruara, që janë duke kërkuar çifte të bëjnë çifte mes Koresë së Jugut edhe Meksikës, partner mes njëri tjetrit. Ishte kjo se... Ka një këmbim kulturor, t'ja shpjegojmë dal nga dal, çfarë po ndodh? Kush është kamerime? Po. Është shkëmbim kulturor mes koreano-jugorëve dhe meksikanëve, të cilët janë dashuruar me njëri tjetrin, si pasojë edhe ndeshjes.